Të kthehemi më njëherë në Ballkan dhe në Shqipëri urgjentisht. Kryeministri i përkohshëm i Shqipërisë, Edi Rama, gjithmonë ka shkuar në Emiratet e Bashkuara Arabe, ka bërë një status gjithë me gërma kapitale, i egzaltuar nga çmimi që ka marrë tek presidenti i Emirateve, Sheiku Mohammed bin Zayed. Kudo ku shfaqet Rama, shfaqet dhe Vučići. Çfarë kërkon Vučići dhe Rama në Emirate? A janë Emiratet barka shpëtimit dhe a ka mundësi të shpëtojnë apo jo? Po flasim për dy persona të cilët kanë ardhur njësoj në pushtet, kanë ardhur njësoj, qoftë Vučići, qoftë Rama, të mbështetur nga krimi organizuar. Po të marrim, të analizojmë, bëjmë një emision të veçantë se kush janë drejtuesit kryesor të 10 vendeve që rrotullohen në të gjithë strukturën politike të Serbisë dhe lidhjet e tyre të thella me trafiqet e armëve, me trafiqet e drogës në gjithë botën. Pra, e njëjta gjë ka ndodhur edhe me, siç quhet në anglisht keshnik, ato ndjekin të njëjtin playbook. Playbook për ju dëgjues të dashur është mënyra se si drejtojnë, pra mënyra, strukturat, taktikat, teknikat, procedurat që ndjekin politike dhe në të gjitha linjat e tjera pastaj për të qëndruar në pushtet. Të njëjtin playbook përdor edhe Putini, përdor edhe Vučići, përdor edhe kryeministri Rama. Vučići ndjek playbookun e Vladimir Putinit. Në nivel sigurisht më të vogël, sepse është vend shumë herë më i vogël, me aftësi dhe mundësi më të vogla. Por struktura e tyre është, dhe kam qenë një nga njerëzit e parë 5-6 vite përpara që kam bërë disa emisione për luftën hibride, për operacionet hibride, kibernetike, me radhë kur në mediat shqiptare nuk diskutonte askush, duke nxjerrë dhe për kufizimet, duke publikuar edhe një libër për Maskirovskën dhe jo vetëm, për gjitha këtë strategjinë e gjeneratës re e me radhë. Dhe e njëjta gjë keshnik ka ndodhur, dhe arsye që këto gjithmonë shkojnë bashkë dhe takohen edhe përpiqen që të gjejnë mbrojtje tek Emiratet e Bashkuara Arabe është sepse nuk është sekret, Emiratet e Bashkuara Arabe dhe Mohammed bin Zayed është një nga njerëzit strategët më të mëdhenj që ka lindja e mesme me një fuqi, me një implementim fuqie qoftë tinxar, qoftë fshet, qoftë hapur, ekonomike, inteligjencë, politike, financiare, drejt për drejt në gjithë zonën, dhe këtë e ka arrit nëpërmjet një bashkëpunimi të ngushtë me Netanyahu, që hera përpiqet ta fshehë, por drejt për drejt edhe me fuqinë që kanë në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, në mënyrë të veçantë me administratën Trump. A mendon që mund të jetë një bark apo është një tentativë dëshpëruar e Ramës? Mundet të hapin Emiratet e Bashkuara Arabe një kanal intubimi për Edi Ramën drejtim të Washingtonit? Unë besoj që jo, në mënyrë të veçantë Emiratet e Bashkuara Arabe sot që po flasim ne, dhe ti e di se për çfarë kam fjalën tani, janë në big trouble. Janë në një mes të madh, sepse janë të demaskuar përpara gjithë botës për destabilizimin e Somalilandit, të Jemenit, të Sudanit, që nëpërmjet mbështetjes së Emirateve të Bashkuara Arabe është bërë një genocid pothuajse i barabartë me Gazën, edhe në Libi. Por edhe në 2 vende tjera, të cilat në këto të 4 në mënyrë të veçantë. Dhe të 4 këto vende i bëhen në bashkëpunim me Izraelin, dhe tashmë reagimi fillestar ka qenë nga Arabia Saudite, bombardimi i popullit në portit Mukalla, me qëllim marrjen e kontrollit të rajonit Hadramatit në pjesën e Jemenit. Dhe njëjta gjë edhe në Berbera për njohjen e Somalilandit dhe ngritjen e njësive të ndryshme ushtarake dhe detare të inteligjencës të Izraelit dhe Emirateve të Arabe. Ka filluar një kundërshtim për qeverinë e Emirateve të Bashkuara Arabe, e cila ka filluar nga miku më i ngushtë, nga Mohammed bin Salmani, por që do të fillojë të shtohet edhe nga vendet e tjera
drejt për drejt tani do të bëjnë konflikt do të jetë në konflikt me Turqinë, me Egjiptin dhe me vende të tjera muslimane. Qartë. Në Shqipëri, Spaku ka nisur të rrethojë njerëzit e Manastirliut, njerëzit e një njeriu që Rama ka shumë për zemër, dhe ka nisur kontrollet tek Ke fjalën për Lule Shtrydhën? A ju i njihni, unë i mjeri, unë nuk i di shumë mirë këto... Jo, këto shokët, kolegët e Partisë Socialiste më thonë që ajo njihet atë e thret Lule Shtrydhë. Ka patur nofkën Lule Shtrydhja. Kështu thonë këto të Partisë Socialiste. Aha. Janë afër Ramës. Qartë. Lule Shtrydhja atëherë, me që tingëllon në mes të gjithë kësaj arene lufte që po shpjegojmë, ndoshta me të drejtë më korrigjoni, ndoshta Lule Shtrydhja e zbut pak gjithë këtë shpjegim, kolonel. Lule Shtrydhja është rrethuar nga Spaku dhe nga BKH, dhe laboratoret e Genius Labit, njerëz të zonjës, janë rrethuar nga Spaku, ka nisur kontrolle të mëdha. Basti i Ramës se impenjimi i Amerikës në Iran dhe në dosje të mëdha, dhe se këtu do të mund të shkatërrojë Spakun dhe ta bllokojë atë, apo të bllokojë çdo tentativë amerikane për ta larguar atë, se ai ka përfunduar, i ka mbyll letrat. Mendon se Amerika, kolonel, ka dosjet i shef gjitha në radhë, apo nga që është fokusu komplet në lindjen e mesme, ja, mos ka lidhje. po drumi i Tiranës mund të përfitojë pak kështu? Absolutisht jo. Absolutisht. Nuk ndikohet. Absolutisht ndikohet, për arsye sepse mënyra se si Departamenti i Shtetit, Departamenti i Drejtësisë, FBI dhe agjencitë e tjera të inteligjencës tashmë e kanë kuptuar shumë mirë se si qeveriset Serbia, si qeveriset Shqipëria, si qeveriset Republika Srpska në Bosnjë. Dhe është marrë vendimi për pastrimin e politikës së Ballkanit Perëndimor. Dhe nuk ndikohet e nxjerr në dy dokumenta strategjike. Ore Kreshnik, tani më vjen keq. Ai po largon Rusinë dhe Kinën. Ai ka larguar Kinën, $105 miliardë, e nxori për bëthësh nga Venezuela. Pyet ai për Lule Shtrydhe, për Kastraveca, për Pallosha, për pik. KOVKBQ. Po BQ-ja për VK-rat e këtyre. Ku pyet Amerika për hajduta, për trafikanta, për qelpsira? Këto i bëjnë si të fort me hallegjit, edhe me letrat higjienike që kanë patronazhistët. Letrat higjienike të Edi Ramës janë patronazhistët. Femra dhe meshkuj. I përshëndesim Pyet Amerika për për këto bëtheca. Qartë. Si pare më por. Irani është tjetër, ai largoi Kinën nga ky tani. Ajo që më ka zhgënjyer, Kreshnik, është mungesa e reagimit të Partisë Demokratike. Pse ka zhgënjyer? Më ka zhgënjyer sepse duke qenë pjesë e opozitës, pa i vu sigla partijake, pra në opozit me një regjim Ramaduro, me të cilin ne jemi të gjithë. Me të cilin ne jemi të gjithë në opozit, unë prisja që partia më e madhe opozitare të kishte minimalisht zgjuarsin dhe guximin që të dilte me një deklarat publike në momentin kur kryeministi Rama në prezencë të personit më hajdut që ka qeveria, Spari, shkeli protokollin e shtetit duke ul ambasadorë. A pa çfarë bëri? Jo, prapa prisja një reagim nga Partia Demokratike që dilte të deklaronte që ne kundërshtojmë me forcën më të madhe sfidën që kryeministi i Shqipërisë, për cilën ne kemi qenë kaq vite në pushtet e me radhë, antarësimin NATO e me radhë, Partia Demokratike në kohën kur ka qenë pushtet, sfidon Shtetet e Bashkuara të Amerikës duke bërë kashillik me Kinën. Po kush ta bëj, kolonel? Ta bëj Fred Lela, ta bëj.
duke sfiduar drejt për drejt. Mhm. Dhe habitet se si nuk ka një njeri në atë parti që t'i shfrytëzoj këto momente pra të tregoj haptazi që është kundër kësaj qasje, sepse orientimi i Partisë Demokratike është orientim euroatlantik. Pra duhet një deklaratë e fortë dhe kërkesë ndaj ambasadës amerikane që dile e pe çfarë sikleti ishte zonja zëvendës ambasadorja nuk i ka as dorë. Pra kjo ishte një sfidë. Dhe po kjo sfidë 24 orë më mrapa ishte në Arabinë Saudite. Përgjigja është nuk pyet Shtetet e Bashkuara të Amerikës, kanë aftësi dhe kapacitetet me edhe me Iranin, edhe me Ramadurët, edhe me Madurët, edhe me Kinezodurët, edhe me Rusodurët po deshte. Kolonel, unë po ju vija aty, por të them të drejtën më shpërqendroj pak luleshtrydhja, sepse unë i kam patur merak që i vogël kur shkoja në Voskopoj. Unë ishte fruti im i preferuar dhe ndoshta u Dhe çfokusohem. kreu i rilindjes e ka merak të madh luleshtrydhën vëlla. Të kthehemi tek takimi dhe tek sfida. Rama mua nuk më rezulton, kryeministri i përkohshëm i Shqipërisë, mua nuk më rezulton kaq i paditur. Ai një skema, bën Big Brother, bën me politikën, ndërto skema, thërret njerëz, bën thika, bën tërheqje, jep ca leje ndërtimi atje ke PD-ja që të mos bëjmë deklarata, sepse ai ka rënë dhe zhgënjimit tuaj unë jam bashkuar ka 2 vjet me këtë PD-n. Një njeri që ka rënë në ring, është duke rënë që do grushtin e fundit, këta i japin oksigjen, Fred Lelat e këta, edhe merren me gjëra tjera, merren me budalliqe tjera. Ai ka rënë, këta e lën. Ai do grushtin e fundit, këta e lën, e përkëdhelin. Këtu fshihet i lojë e madhe dhe mund ta bëjmë emision tjetër kur t'i vi. Shqiptarët në fakt e kanë kuptuar. Nuk e di nëse është shumë. Jo, unë mendoj që ai është duke rënë, ai është në rënje dhe ta ai ka rënë, ai ka rënë. Bukur shumë. Pra po pritet t'i hedhin peshqirin në tapet. Këta duhet t'ja hedhin peshqirin. Kanë punë tjera. Nëse shqiptarët i din tani lojën. Kolonel, ky nuk më rezulton mua edhe aq budalla, kryeministri i përkohshëm, Ramaduro. Ky di shumë mirë që Amerika me Kinën mund t'jenë marrë vesh me nda botën. Me çdo lloj idiotlëku vjen dhe i thot ambasadorës amerikane aty bën sigarip me atletët bardha, ja vendos atë ballukun aty në krah, asaj zonjës Varnhor një fytyr i shkonte, një fytyr i vinte. As dinte me u ka përdi, as dinte me fol, ajo ishte aty për biznesin amerikan. Ky ka lujt meç, e kanë lënë nervat, po bën blof, apo po kërcënon me kinezët se ka në një sinjal nga kinezët bjeru atyre se s'të lem ne. Po pse ka ngel Amerika më marrë vesh ky? Po Amerika merret vesh direkt me Kinën, merret vesh direkt me Rusin, ka nevojë ne t'i bëjmë neve kashillik dali me pushk, apo e kanë lënë nervat? Më lejo të rikujtoj videot e Ramës që në muajt e parë si kryetar bashkie. Të kujtohet si e hidhat themurin amerikan si rreck para kamerave. Ka qenë gjithmonë. Po edhe Yuri Kimi, zonjës Yuri Kimi tha ambasadori i Afganistanit. Po lëre mër Yuri Kimin e kishte atje, e kupton. Po, qartë, e kishte në gjep. Unë nuk deklaroj për ambasadorët e Amerikës, se janë ambasadorët e vendit tim dhe nuk mund të deklaroj negativisht. Qartë. Por absolutisht unë me Yuri Kimin në disa konferenca që kam bërë drejt për drejt, e kam kundërshtuar me formën më të kulturuar për mënyrën se si po e drejton ambasadën dhe për politikën e saj, madje në 2 raste shtrëbuar. Aq me kulturë i kam thënë, për 3-4 pika, që unë ajo e dinte shumë mirë që unë kisha dieni 100%, dhe është shtrëbuar, domethënë. Po nuk është çështja e Yuri Kim's. Pra ka ardhur që në momentin kur Shqipëria do të antarësojë NATO, ka përdorur të gjitha metodat antidemokratike dhe antikombëtare për ta kundërshtuar antarësimin e Shqipërisë në NATO. Edhe për ndërtimin e rrugës Kompit, për bashkimin e Shqipërisë me Kosovën, që kanë qenë njëra ka qenë një nga vendimet më të rëndësishme që bashkoi
kombet, që nuk i bëri ai, se kanë hyrë në histori, dhe antarësimi i NATO-s pastaj dihet, që ka qenë një vendim, një sukses politik, strategjik i Shqipërisë. Ndërkohë, të kujtohet hajvani i Washingtonit, Me 30 dhjetore, mbylli vitin 2025. e mbylli vitin me hajvanin e Washingtonit. Po. Kablot atje direkt të gzyra presidentit Trump, në 30-40 kanale, përveç asaj që bëjnë agjensit të cilat janë përgjithse, ose ambasadat, një pjesë e madhe e shqiptarëve amerikanëve, të cilët kanë vlerë të madhe në këtë luftë, duke asistuar partitë opozitare gjatë gjithë kohës kundër Ramadurove. Dhe sfundmi, sfida e fundit nuk është i tmerruar nga informacionet që ka një pjesë cilave ti kam thënë edhe ty në privat, të cilët po e rrethojnë te familja A, te familja B, te familja C. Kujdes, e ke parasysh se ku e kam fjalën? A, B, C. Tek personi vet dhe tek bashkëpunëtorët e tij luleshtrydh dhe më të afërta që nuk i kanë sjell asgjë interesit publik, vetëm vjedhje shqiptarëve. Dhe të gjithë to letra higjienike që këto hullin kundër nesh, të gjithë do të përfundojnë atje ku përfundon letra masi shtypet ajo butoni bashkë me ujin, te kanalet e ujrave të zeza. Pra, mendoni që ai e ka humb fillin dhe nuk po di më ku të shkoj, dhe po lëviz si ai që mbytet dhe lëviz kotëm kot, lëviz duart kotëm kot. S'ka, që do i bëj Kinës Rama? Që do i bëj Kina Ramës? Tha pika e mjaltit, ne tha jemi pika e mjaltit. Ore 105 miliard kishte investu në Panama, u futej, mori Panaman, mori këtë, tani radhën e ka, e diti që e ka Kolumbia, e ka Nigeria, e ka Irani, e ka në ca vende tjera, mas tyre pastaj, po nuk u përkull barkas, e ka Erdogani shumë shpejt. Kolonel, falenderoj nga zemra për gjithë këtë intervistë, përpara se ta mbyll një zhvillim i madh në Ukrainë, me dy fjalë të lutem. Ministri i Mbrojtjes britanik ka thënë, i pyetur nga një gazetar në Ukrainë, në Kiev, ka shkuar në Kiev, kë doni ju nëse britanikët do të rëmbenin dikë siç rëmbyen amerikanët Maduron, kë do të rëmbente Londra, dhe ka thënë pas këtë diskutim Putinin. Ç'është kjo deklaratë? Është deklaratë e dëshpëruar e ministrit mbrojtjes britanisë, për shkak kreshnik, pavarësisht faktit që Britania e Madhe është një vend shumë i rëndësishëm aleat i Shqipërisë, sigurisht edhe i Shtetet Bashkuara të Amerikës, pavarësisht fërkimeve as pak të vogla që kanë sot me njëri tjetrin, dy vendet, Britania me Shtetet Bashkuara të Amerikës, për herë të parë në 9 dekadat e fundit, por që është deklaratë dëshpërueshme për shkak se kanë dështuar në të gjitha vendimet. Pra, nuk mendon, kolonel, që është një vendim i Londrës për ta mbajtur me çdo kusht të hapur frontin e Ukrainës? A diskutim që po. Për ta mbajtur me çdo kusht, sepse Britania dhe Londra do të investohet në këtë, mendon. Britania kishte objektiv me vu bazat detare në Gadishullin e Krimes. Për këtë arsye mori Krimen Putini. Kishte pastaj plane për të ndërtuar dy baza tjera në pjesën tjetër, në detin një, në detin Azov, një në detin tjetër. Kishte në plan për shfrytzu rezervat energjetike në detin e Zi. Kishte në plan për shfrytzu mineralet e rralla, qymyrin, arin, naftin, të gjitha sot janë në territorin e pushtuar nga Putini, pra ka dështuar totalisht. Është një kolaps ekonomik, nuk ka mundësi dhe aftësi për të projektu forcë, sepse forcat armatosura britanike, pavarësisht janë më cilësore në botë, në drejtim të cilësisë, të stërvitjes dhe të aftësive dhe të kapaciteteve, qoftë MI5-i, 6-i, SAS-i, SBS-i, forcat speciale, Marina, por është një forcë ushtarake që çdo vit e më shumë zvoglohet, e cila nuk ka më
atë ndriçimin. Pra Dhe mesazhi ka është mundësi financiare për ta zhvilluar. pra mesazhi është simbolik dhe gjeopolitik më shumë se sa mundësi reale.